Në qytetin e Gurt u promovua vëllimi me poezi Gjurmë të yllta e autores Mimoza Maria Ajdoni. Në këtë botim autoria sjell një përmbledhje ndjenjash, kujtimesh dhe refleksionesh ku fjala poetike shndrohet në udhëtim shpirtëror ndërmjet dritës dhe kujtimit. Vetë autoria ndalet tek frymëzimi dhe mesazhi i këtij botimi letrar. Titulli i librit është Gjurmë të yllta. E titullova kështu sepse unë besoj se çdo njeri lë pas vetes një gjurmë, lë pas vetes një dritë. Ndonjëherë ajo dritë është e vogël sa një yll në një natë të paanë, por gjithsesi ndriçon. Kështu kam dashur të jenë dhe poezitë e mia, gjurmë që nuk fshihen, por ngelen ndoshta për të ndriçuar rrugën e dikujt tjetër. Ky është vëllimi im i dytë poetik. Vëllimi i parë doli para 2 vjetëve me titullin Labirint. Redaktori i librit Petrit Beqiri flet për vlerat artistike e gjuhësore të poezive, duke cilësuar Gjurmë të yllta si një botim që le shenjë në letërsim bashkohore shqiptare. Lënda që më solli Moza dhe ma besoi mua për ta redaktuar ishte një lëndë shumë e mirë, lëndë e arrirë që unë e redaktova, e strukturova dhe ka ardhur në këtë gjendje që është ky libër si një gjurmë e bukur në fushën e poezisë. Me Gjurmë të yllta, Mimoza Maria Ajdoni i shton poezisë shqipe një zë të ndjeshëm që ngre ura midis shpirtit njerëzor dhe botës poetike.